Unë doja të flisja shkurt, por nuk flas dot se kam shumë emocione ere parë që udhëheqja e partisë mendon dhe më vë të parin për të folur se po më duke i vetja këto ditë si shoku Saliani, apo nuk më doli dhe luca para dhe bëra një foto bela. Gjithsesi të kalojmë se ishte humor parlamentar. Foto video bëri luca, jo unë. U si prisha qefin. Gjithsesi të kaloj tek diskutimi. Në fakt, natyrisht që këto projekt ligje marrëveshje të tilla, për sa i përket plotësimit të detyrimeve apo gjithë procesit të ceftës, në tradit votohen edhe nga pozita dhe nga opozita. Dhe ky është një vendim i Komitetit Përbashkët i marrëveshjes së tregtisë të lirë të Evropës qendrore, në cilat ne si vend antar plotësojmë detyrimet tona, pjesë atyre detyrimeve të mëdha për integrimin në BE. Por edhe ta shikojmë realitetin në sy dhe të themi disa fjalë, mendoj që është mirë, se me meratimin e këtij propozimi në fakt zgjerohet tregu. Por operatorët vendas që përgjithsisht tek ne janë të vegjël ose të nivelit mesatar, do të konkurojnë me operatorë më të mëdhenj se vetja, të cilët janë me më shumë resurse financiare dhe njerëzore dhe janë dhe më të konsoliduar në tregje ndërkombëtar. Në këtë drejtim shtohet vështirësia. Nga ana tjetër, kuptohet me hyrje në fuqi të kësaj marrëveshje nuk do të jetë i nevojshme licencimi i shumë fish dhe do krijojë mundësi që do futen dhe operator nga vendet e CEFTA-s, Bosnia-Hercegovina, Moldova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia e të tjera, dhe do futen operator të licencuar të cilët mund të jenë edhe me standarde më të ulta. Këto natyrisht e zgjerojnë e riskojnë tregun edhe në raportet me operatorët vendas apo në raportet me konsumatorët shqiptar. Vështirësitë këtu shtohen akoma më shumë sepse në mendimin tim qeverisja e sotme nuk e ka ndihmuar, por përkundrazi i ka diskriminuar agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistik të vendit. Turizmi shqiptar shitet çdo ditë nga qeveritarët si histori suksesi, si vit rekord, si arritje personale të liderit global dhe të qeverisë së tij. Por pas fasadës së statistikave, pas propagandës së numrave dhe videove promocionale, fshihet një e vërtet e idhur. Agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistik shqiptar nuk janë mbështetur, por janë sistematikisht diskriminuar nga politikat qeveritare. Ata që realisht i shërbyen dhe e sollën turistin në Shqipëri, ata që investuan për vite me radhë, ata që mbajtën gjallë këtë industri pionere në vitën para në Shqipëri dhe në ditën më të vështira, sot janë lënë në hije, të anashkaluar dhe të nëpërkëmbur. Nuk ka turizëm pa operator turistik, nuk ka tregje pa agjenci udhëtimi, nuk ka destinacion pa rrjetë e shitje. Megjithatë, sekti në pushtet ka ndërtuar një model absurd, ka ndërtuar turizëm pa tur operatorët vendas, duke favorizuar platformat e huaja online, zinxhirët e mëdhenj hotelier, oligarkët e ramës si Gjoja investitor strategjik, investitorët e mëdhenj të privilegjuar dhe turizmin informal e të pa kontrolluar. Ndërkohë, agjencitë shqiptare janë trajtuar si hallke pa nevojshme, madje si bar. Qeveria Rama nuk ka ofruar paket reale mbështetje për ta. Edhe gjatë krizave të mëdha, pandemisë nga Covid-19, inflacion i galopant pas agresionit të Ukrainës nga Putini dhe rritjes së ndjeshme të kostove, operatorët turistik nuk morën asnjë paket specifike mbështetje, ndryshe nga sa ndodhi në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe Mal të Zi. Nuk morën as subvencione reale, as lehtësi fiskale të dedikuara dhe as politika stimuluese për tregje ndërkombëtare. Ndihmat ishin sporadike, simbolike dhe shpesh të paarritshme për shumicën e agjencive të vogla dhe të mesme. Në praktik mbijetoi kush pati rezerva financiare, jo kush punoi më mirë. Diskriminimin fiskal dhe barë burokratike. Në vend që agjencitë e udhëtimit dhe operatorët turistik të lehtësoheshin, qeveria rriti barën administrative, mbajti taksa dhe detyrime të njëjta për subjekte me fitime minimale, aplikoi kontrolle selektive dhe krijoi një klim pasigurie ligjore. Agjencitë e udhëtimit u lanë të përballen vetëm me formalitetet, licencat, sigurime dhe penalitetet, ndërsa informaliteti lulëzoi
para syve të qeverisë dhe gjitha institucioneve shtetërore. Turizmi nuk ndërtohet me slogane, por me struktura, dhe pikërisht këto struktura, agjensitë e udhëtimit dhe operatorët që e sjellin e menaxhojnë dhe e shpërndajnë turizmin janë braktisur. Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit ka përgjegjësinë e rëndë që i ka lënë agjensitë e udhëtimit dhe operatorët turistik pa lehtësi fiskale specifike, pa subvencione për tregje të reja, pa mbështetje për turizmin gjithvjetor dhe pa mekanizma për përballimin e krizave. Një çështje tjetër kam dhe këtë aspektin e trajtimit favorizimit të mëdhenjve dhe shtypja të vegjëlve, po natyrisht e ndjej detyrim si deputet i Vlorës të them edhe 2 fjalë për situatën e krijuar në Vlorë. Prej vitesh, me vendime të marra në eshtje dhe pa konsultime reale me komunitetin, me aktorët dhe faktorët në qytet, po zbatohet një politike pas të zhvendosjeje dhe centralizmi institucional, e cila e ka goditur drejt për drejt Vlorën dhe gjithë qarkun. Kështu, mbas vitit 2016, në eshtje është zhvendosur drejtoria e arsimit në Fier, është zhvendosur drejtoria e bujqësisë në Lushnjë, gjykata administrative e shkallës parë u zhvendos në Lushnjë, gjykata e apelit u zhvendos në Tiranë. Këto vendime natyrisht u justifikuan me efikasitet administrativ, por që në realitet kanë sjellë largime shërbimesh, kosto më të largta për qytetarët, dobësim të qëllimshëm të qyteteve jashtë kryeqytetit, pa në një kënd më të gjerë, jo vetëm thjesht për Vlorën. Dhe si të mos mjaftonin të gjitha këto ditë ju nxorët dhe një urdhër totalisht absurd që godisni agjensinë shtetërore të kadastrës. Godisni pra një erazi ish zyrën e regjistrimit pasurive të palujshme, në të cilat keni 10 vite që inkurajoni, vadisni, potisni, ujisni, lullëzoni korupcionin dhe agjensinë e legalizimeve. Dhe kjo transferim nga Vlora në Tiranë është bërë me qëllime të këqija dhe vetëm të këqija për të stimuluar oligarkët. Praktikisht, këto janë 2 institucione të tjera që hiqen Vlorës, Selenicës dhe Imarën, duke e lënë qytetarin edhe më larg shtetit. Kjo nuk është reformë. Kjo, dhe këtu po citoj një shprehje të kryetarit të këshilltarëve opozitar, të juristit Atir Doxha, ky është një spastrim institucional i Vlorës. Vlora nuk mund dhe nuk duhet të trajtohet si periferi. Do dëshiroja që në këtë rast vërtet të më bënte një replik, ndoshta edhe një replik të fortë, cili do prej deputetëve të Vlorës. I merrni votat, i shfrytëzoni, i përdorni, i mashtroni dhe në fund i godisni dhe institucionet, në thelb godisni raportet që qytetari i një qyteti si Vlora, qytete jo në kryeqytet, kanë me institucionet të cilat veprimtarinë e tyre funksionale duhet ta zhvillojnë në qytetet e tyre përkatëse, në rastin konkret në Vlorë. Ju falemderit për vëmendjen dhe ju rikujtoj që fjalia e parë ishte shaka. Falemderit. Fjalën e ka zoti Adi Qose.